Me emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër e mi, kryetar të Komiteteve Fetare, i nderuar profesor doktor Gjell Sinani, rektori Kolegjit Universitar Bedër, të nderuar akademik, studiues dhe pjesëmarrës, student dhe organizator të këtij simpoziumi me vlera njerëzore. Është një nder i veçantë të jem pjesë e këtij simpoziumi të 14 ndërfetar ndërteologjik, i cili trajton një nga sfidat më të mëdha të kohës sonë, çështjen klimatike dhe përgjegjësinë që mbartim traditat tona fetare në përballje me to. Në një kohë kur njerëzimi përballet me pasojat gjithnjë e më të dukshme të ndryshimeve klimatike, besimet fetare nuk mund të qëndrojnë në heshtje. Ato janë thirrur të udhëheqin jo vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe në ndërgjegjësimin etik dhe moral për ruajtjen e krijimit. Bektashizmi si traditë shpirtërore e thellë e Islamit mbështetet fuqishëm në parimet e harmonisë, dashurisë dhe respektit ndaj natyrës. Në thelbin e tij qëndron bindja e njeriu se nuk është zotërues absolut i botës, por kujdestar i saj. Kjo ide mbështetet fuqishëm në mësimet e librit të shenjtë të Kuranit, ku njeriu përshkruhet si kalif më këmbës dhe kujdestar i besuar i krijimit hyjnor në tokë. Ky rol nuk është privilegj, por përgjegjësi e lartë morale dhe shpirtërore, që kërkon ruajtjen e ekuilibrit dhe harmonisë së gjithësisë. Çdo akt shpërdorimi, shkatrimi apo cënimi i natyrës përbën jo vetëm një dëm ndaj mjedisit, por një shkelje të drejtpërdrejtë të amanet hyjnor që është besuar njeriu. Mësimet Haxhi Bektash Veliu, themeluesi të bektashizmit, theksojnë se dashuria për krijuesin manifestohet përmes dashurisë për krijesat e tij. Me këtë kuptim, respekti ndaj natyrës, mbrojtja e mjedisit dhe kujdesi për jetën në të gjithë format e saj janë pjesë e pandarë e një jete të drejtë dhe të ndeshme shpirtërore. Ai na mëson se zemra e njeriu duhet të jetë e pastër si natyra, duke nënkuptuar një lidhje pandashme midis etikës së brendshme dhe përgjegjësisë ndaj botës që na ofron. Në këtë formë bektashizmi promovon një qasje të moderuar dhe të balancuar mbi jetën, duke refuzuar teprimet dhe shpërdorimet, të cilat janë ndër shkaqet kryesore të krizës ekologjike. Thirrja për maturi, për mbajtje dhe solidaritet nuk është vetëm një normë morale, por është një domosdoshmëri për bijetesë e përbashkët. Në mënyrë konkrete, kryeshata botërore bektashiane ka dhënë vijon jap kontribut të rëndësishëm në këtë drejtim. Në çdo teqe e ndërtuar apo e restauruar, është kushtuar rëndësia e veçantë e gjelbërimit, harmonizimit në natyrën përreth. Mbjellja e pemëve, krijimi i hapësira të gjelbra dhe integrimi i elementeve natyrore të arkitekturës e teqeve nuk janë thjesht zgjedhje etike, por shprehje e një filozofie të thellë shpirtërore. Teqet bektashiane janë konceptuar si hapësira, paqe dhe ekuilibri, ku njeriu, natyra dhe besimi bashkëtojnë në harmoni. Kjo qasje synon jo vetëm ruajtjen e mjedisit, por edhe edukimin besimtarëve dhe komunitetit për rëndësinë e mbrojtjes së natyrës si një durim moral dhe hyjnor. Përmes këtyre praktikave, bektashizmi jep një shembull konkret se si vlera fetare mund të përkthehen në veprime të prekshme në shërbim të së mirës të përbashkët. Ky simpozium përfaqëson një platformë të vyer për dialogun ndërfetar dhe bashkëpunimin akademik, ku traditat tona mund të bashkohen për të ofruar përgjigje të përbashkëta ndaj sfidave globale. Kriza klimatike nuk një kufi fetar apo kulturor. Ajo kërkon një përgjigje të përbashkët, të bazuar në vlera universale si drejtësia, përgjegjësia dhe respekti për jetën. Në përfundim, le të angazhohemi që mësimet tona fetare të shndrohen në veprime konkrete për mbrojtjen e mjedisit dhe për ndërtimin e një të ardhme më të qëndrueshme për brezat që do të vinë. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj punime të mbara në këtë simpozium. Zoti na bekoft gjithëve, amen.